Prokurori ka shqyrtuar edhe mundësinë për shqiptimin e masave më të buta për sigurimin e pranisë të panderën e procedurë, si dhe rrjedhës normale të hetimeve në këtë çështje penale, presi por ka konsideruar se përveç masës së paraburgimit, masa tjera mund të jenë të pamjaftueshme. Kurse se përket Nexhat Çoçaj, për fat keq, Nexhat Çoçajt si drejtori i drejtoratit parasit pranë kuvendit të komunës, për shkak të disa paqartësive të cilat do t'i zgjidhë prokurori i shtetit gjatë zhvillimit të hetimeve, marrjen në pyetje tjera, kështu që të njëjtët të caktohet paraburgimi. Në fatin për 1 muaj, duke llogaritur prej datës së djeshit, 2/10, gjë me datën 2/12/2015. Të Panderu e Reshit Kushaj, Rushdi, Eles Kurtaj, Elbasan Shoshaj, Ferdi Kovac, Anmir Saitit, po caktohet masa e arrestit shtëpiak.